Për momentin, me gjithë se ne kemi përfundu një luft njëherë me Serbinë, përfundimisht nuk e kemi përmbyllë këtë problem me Serbinë dhe jemi në një situatë të tillë ku ky potencial ende ekziston, por nuk është shuar, por mund të them që është duke u menaxhuar shumë mirë nga faktori ndërkombëtar, në radhë të parë nga NATO-ja, e cila është prezente këtu, po edhe nga institucionet e Kosovës, të cilat duhet bashkëpunojnë ngushtë me faktorin ndërkombëtar, sepse dihet shumë mirë që në kuptimin e mbrojtjes dhe sigurisë në aspektin gjeostrategjik, sistemet e vogla të mbrojtjes të shteteve të vogla siç jemi ne, nuk janë efikase dhe nuk janë funksionale për shkak se bota ka pësuar një ndryshim të madh rrënjësor ku teknologjia, teknika kanë ecë shumë përpara. Kjo pastaj ka imponuar edhe aspektet strategjike të planifikimeve të fuqive të mëdha, të cilat shpeshherë neve të vegjëlve na shohin dikun atje në kuadër, mirë po me neve merren her pas here, varësisht prej zhvillimeve që ndodhin në rajon, apo zhvillimeve që ata i kanë mes vete. Dhe sigurisht që nga marrimi i luftës në Kosovë, Rusia mundohet me majtë Ballkanin në tension, për shkak se dihet shumë mirë që interesat evropiane dhe ruse dhe amerikane dhe ruse nuk janë në të njëjtin linjë. Prandaj Rusia vazhdimisht përkundër faktit që është në luftë me Ukraina atje, nuk e lëshon edhe këtë region që të qetësohet dhe paqësohet, por gjithmonë e marr në ndrysni. Kurse është pala tjetër, Evropa, e cila në aspektin gjeografik, por edhe politik, edhe gjeostrategjik, Ballkanin e ka në brenda trupit vet. Dhe insiston që kjo njollë e zezë që është në Evropë pra Ballkani, tani për tani në kuptimin e mbrojtjes së sigurisë të përmbyllet një herë për gjithmonë, në mënyrë që arkitektura e mbrojtjes evropiane ta merr në drejtim të vetin. Për shkak se deri me këto vitet e fundit, po edhe sot ajo vetdije nuk ka arrit shumë në nivel shumë të lartë, ndonse ka përparu dukshëm, është menduar që mjafton vetëm NATO-ja dhe SBA-ja ta kryjnë punën e vet si duhet dhe çdo gjë në Evropë do të jetë në rregull. Por kohëve të fundit është pa që Evropa në fakt duhet të ketë një strukturim ma serioz në kuptimin e mbrojtjes së sigurisë, një investim ma serioz, ma të theksuar. Nuk është që Evropa nuk ka kapacitete edhe njerëzore edhe financiare dhe mund ta bëjë këtë, por ajo neglizhenca e prej luftës dytë botërore tutje, sidomos pas themelimit të NATO-s, disi e padvu Evropën gjumë në raport me fuqi tjera, e në veçanti kur u fitu lufta e ftoftë në raport me Rusinë, atëherë u mendu që ma nuk do të ketë problemet këtij karakteri çfarë i kemi sot, por ja që çdo gjë evoloj, çdo gjë ndryshoi shumë shpejt, disa shtete të cilat dikur kishin një farë zhvillimi mesatar, tani kanë marrë një zhvillim të hovshëm ekonomik, politik dhe ushtarak dhe është ardhur deri te një moment që thjesht edhe shtetet e vogla si Kosova, si shtetet tjera në region, ta mendojnë veten e vetë në kuadër të kësaj arkitekture ku do të jenë. A do të jenë, siç ka menduar dikush, totalisht pavarur, e gjë që nuk bëhet fare, nuk ekziston kjo askund, sepse këtë nuk po mund ta bëjnë as shtetet shumë fish më të mëdha se sa shtetet e Ballkanit. Kur flas për këtë dhe mendoj për këtë, e kam fjalën sidomos për Serbinë, e cila mundohet me lujt rolin në ulse ka Rusia, tjetrën ka Perëndimi, por kjo nuk funksionon më. Bazohen pak edhe në doktrinën e Titos të asaj kohe, kur ai e balansonte qëndresën dhe ekzistencën e Jugosllavisë mbi këtë parim, mirë po ma nuk qëndrojnë ato parime sepse bota ka ndryshuar tërësisht, trysnit janë shumë më të mëdha dhe më të fuqishme, lëvizjet janë tepër më të shpejta dhe
komunikimet, qofshin ato në kuptimin fizik ose edhe në kuptimin e propagandës dhe informacionit, ka ndryshu totalisht, kështu që edhe popujt si ne duhet i përshtatemi këtyre rrethonave. Kjo ka qenë një element që në fakt politikanët tonë, sidomos nuk e kanë kuptuar me kohë dhe se kanë apliku këtë tezë që të fillojnë dhe të mendojnë pak më mirë me u përshtat me rrethonat e reja, por disi jenë koncentruar më shumë te problemet e veta të brendshme, bile deri në nivel grupor, partijak, sesa në nivel shtetënor, të i mendu që mjafton që ne po e bëjmë këtë pjesë punës edhe pjesa tjetër kryet vetë. Sigurisht që do të kryen shumë çka, sepse edhe po duam ne të ndezim një luftë sot në Kosovë, nuk kemi kapacitetet mjaftueshme as ne si Kosovë, as Serbia, as të dyja palët bashk. Për shkak se këtë kapacitet do ta kishim sikur mos ishin tjerët, por derisa ka interesa edhe të tjerëve këtu, ky kapacitet zvoglohet dhe bjen, nuk merret parasysh. Por pse ka një kujdes të shtum, edhe shqetësim të shtum vazhdimisht prej perëndimit për Ballkanin dhe Kosovën veçanti, është fakti që megjithatë krizat këtilla do të monitorohen, do të mbahen mbikëqyrje, sepse është më mirë me e parandalu se sa me e shu një vatër krize më pastaj, e cila kërkon resurse larg më të mëdha dhe më të fuqishme.